Në 9 korrik të vitit 1997, ndodhen ngjarjet e njohura të Gostivarit. Policia, duke pasur qëllim që të heq flamurin kombëtar shqiptar i vendosur në godinën e komunës, vrau 3 shqiptar, Nazmi Saliun, Dr. Shpendi Seinin dhe Milajm Dautin, plagosi Rahu e keqtrajtoi qindra të tjerë. Pikërisht atë natë, pushteti që drejtohej nga Lidhja Social-Demokrate dhe Partia e Prosperitetit Demokratik shpalli devalvimin e denarit për 17% që ishte tregues për rënien ekonomike. Supozohet se pikërisht ky vendim ishte shkas për ndërhyrjen brutale të policisë maqedonase në Gostivar dhe Tetov. Këtë cikël analizash të lajmi mbi simbolet e shtetit do ta përmbyll me trajtesën kushtuar përdorimit të flamurit shtetëror dhe kombëtar si dhe himnit. Tani rreth stemës. Defokusimi nga temat dhe problemet e vërteta që kryesisht janë të natyrës ekonomike është recetë e njohur e qeverive në të kaluarën, pavarësisht nëse në pushtet kanë qenë ish komunistët social-demokrat apo ish komitet vëmëroist. Ndonë se distancohem nga konkluzioni se krahasimi me ngjarjet e 97-s nuk është tërësisht objektiv, thuajse e njëjta metodë u zbatua në shkurt të këtij viti. Duke tentuar shpërqendrim nga tema e rritjes enorme të çmimeve dhe duke tentuar ta mbuloj faktin se masat për ngritjen e çmimeve dhe kufizimin e marzhës për produktet e ndryshme nuk japin rezultate, kryeministri Mickoski prej askund vendosi lart në agjendën publike dhe mediatike debatin mbi stemën e shtetit si shenjë dalluese të tij. Po ashtu, si u hap ashtu edhe u mbyll, pa epilog, pa zgjidhje. Ngjajshëm siç u hap tema e gjuhës shqipe, përfaqësimit të ndryshimeve kushtetuese, reformave në gjyqësor, shkarkimi i prokurorit, të cilat për përmbyllje si çështje publike dhe politike duhet të presin kohë. Stema e re do të përkufizohet me siguri pas zgjedhjeve lokale të tetorit dhe deri atëherë nuk do të jetë çështje publike. Stema me dizajn simbolik dhe mesazhe të reja do të zëvendësoj stemën aktuale, e cila sikur her pas her na përkujton se ne ende nuk kemi dalë 100% nga sistemi komunist. Maqedonia e Veriut është njëri nga 2 vendet në Evropë e cila ka stemë me stil socialist dhe me karakter peizazhi në vend të atij historik. Vendi i dytë është Bielorusia komuniste e Lukashenkos, analogji që të lë pa koment. Pas pavarësimit të vendit, stema e ish Republikës Socialiste të Maqedonisë bëhet simbol zyrtar i shtetit, ndërsa është po e njëjta e cila e kishte zëvendësuar atë të ish Republikës Popullore të Maqedonisë e miratuar në vitin 1946. Pas pavarësimit të vendit, stema e ish Republikës Socialiste të Maqedonisë bëhet simbol zyrtar i shtetit, ndërsa është po e njëjta e cila kishte zëvendësuar atë të ish Republikës Popullore të Maqedonisë e miratuar në vitin 1946. Stema socialiste e cila përdoret edhe sot me diell në qendër ka dashur të propagojë gjoja zhvillimin ekonomik të vendit, ndërsa ylli mbi të ka qenë totem i simbolizmit të socializmit si sistem politik. Paramendoni, është dashur të kalojnë 18 vite që stema të pësojnë ndryshim dhe në vitin 2009 të hiqet ylli komunist. Stemës shtetërore në dhjetor të vitit 2014, si sot, ju kthye VMRO DPMN-ja, e cila kishte fituar 61 deputet. Edhe atë kohë, pushteti përdori strategjinë komunikuese të shpërqendrimit të opinionit nga problemet reale, çmimet rriteshin, rrogat jo, ndërsa opozita bojkotonte kuvendin. Qeveria e atëhershme e VMRO DPMN-s dhe e Bashkimit Demokratik për Integrim e drejtuar nga Nikola Gruevski si kryeministër propozoi luanin e kuq në prapavi me ngjyrë të verdhë, ari si simbol i fuqisë dhe i drejtësisë, por që ishte i ngjajshëm me emblemën apo stemën e partisë së Mickoskit, që është luani i verdhë në prapavi të kuqe. Edhe në gusht të vitit 1992, qeveria kishte propozuar stemën e re, por ishte hedhur poshtë nga deputetët e atëhershëm shqiptar. Partia e Ahmetit atë botë ndonse me shumë vështirësi mundohej ta arsyetoj stemën e re, duke përdorur argumente gjoja historike se luani pasqyron
elemente që në të kaluarën kanë qenë të pranishme në shumë qytete feudale shqiptare, ndërsa sot përdoret në stemën e Bashkisë së Tiranës, Durrësit e tjerë. Është e vërtet se heraldika dëshmon se luani është figurë që përdoret shpesh në disa shtete të botës, kryesisht të Evropës edhe atë më së shumti në baza territoriale, por të thuash se luani 2014-ës kishte motive shqiptare, ishte spinimi si vërtetës apo mashtrim propagandistik. Stematografia shpjegon se luani i propozuar nuk reflekton të përbashkim kulturor apo historik në këto troje dhe asnjë pikë referimi nuk ndërlidhej me identitetin e shqiptarëve. Në fakt, demonstronte etnocentrizëm pasi propozohej si simbol etnik Maqedonas, por edhe partijak. Fal ndërgjegjes së disa deputetëve të BDI-s, kjo stem nuk u votua. Nuk do të ndodhte hataja, por duhet të kemi parasysh që heraldika që definon simbolet duhet të reflektoj realitetin shumë etnik dhe shumë kulturor të gjeografisë së vendit, në të cilën shqiptarët padyshim si janë faktor tepër i rëndësishëm dhe i pakontestueshëm. Në kontekstin aktual, koalicioni vlen kushtëzoi stemën e re me ndryshimet e reja kushtetuese që do të përfundonin epokën e përkufizimit statistikor të shqiptarëve si 20%, por edhe me ndryshimin e tekstit të himnit. Por, pavarësisht dilemës se strategjia e kushtëzimit është më e mira që nënkupton zgjidhjen e çështjeve në pako e që nën tekst nënkupton pranimin e stemës me luan të VMRO-s, qasja politike duhet tjetë argumentuese se secili simbol duhet të shpreh pranin historike politike dhe reale demografike e autoktone të shqiptarëve në shtet, duke mos mohuar kontroll në ndërtimin dhe zhvillimin e tij. Simbolet e shtetit, pra edhe stema, duhet jenë pasqyrë vërtet e karakterit të tij juridik kushtetues. Jo rastësisht në marrëveshjen e Ohrit thuhet për miratimin e ligjeve që drejt për së drejti kanë të bëjnë me përdorimin e simboleve, duhet të respektohet parimi i badenterit apo shumica e votave të deputetëve, të cilët pohojnë se u takojnë bashkësive jo shumicë që kryesisht janë shqiptarë. Ndonse de facto shteti shpesh ka qenë njerëk për shqiptarët, është koha që të reflektojë duke ndryshuar qasjen mohuese ndaj tyre. Le të fillohet nga simbolika.